Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Festiv December numër 10. Sot është Festiv December numër 10. A mund të imagjinoni që është muaji i parë për mua që kam bërë 10 video për një muaj në kanalin tim dhe jam shumë krenare për veten, por në të njëjtën kohë jam pak e mërzitur sepse do thotë që më ka ngelur dhe një ditë nga dita e fundit e këtij viti dhe koha kalon aq shpejt sa nuk mund ta imagjinoj që do jemi në vitin 2024, që pas 2 ditësh do jemi në një janar, edhe nuk e di, jam pak nostalgjike sepse kjo periudha e Festiv December që kam bërë më ka pëlqyer shumë, më ka treguar se unë jam e aftë të bëj disa gjëra që nuk e kisha imagjinuar që mund t'i bëja. Ndoshta juve nuk e kuptoni, sepse është normale se nuk e bëni këtë punë, por të punosh dhe të kesh një punë 8 orëshe dhe pastaj të vish në shtëpi të editosh, të gatuash, të lash, të pastrosh, gjitha gjërat me radhë, të kujdesesh për veten. Është punë goxha e lodhshme dhe prandaj jam krenare për veten, por jam gjithashtu edhe krenare për ju dhe shumë faleminderuese mbi të gjitha sepse ju më keni mbështetur në çdo hap, në çdo video timen. Kam marrë aq shumë dashuri këtë muaj sa nuk e di se si unë mund t'ju kthej dashurinë që kam marrë nga juve. Jam me vërtet shumë falenderuese dhe shumë e lumtur për këtë komunitetin e vogël që ne kemi krijuar mes gocash, mes vajzash të cilat motivojnë njëra tjetrën, japin energji pozitive njëra tjetrës. Jam tepër e lumtur dhe dua t'ju falenderoj pafund. Nuk është e mjaftueshme të them faleminderit, por nga zemra ime ju them shumë faleminderit. Unë kur nuk e kam hapur një video kaq vonë. T'ju them drejtën, ora është 7:30, 7:40, diçka e tillë. E pas ditës, është ditë e shtunë, është data 30 dhe unë do marr avionin në orën 6:45. Do me thënë që do dal nga shtëpia në orën 3:30. Pra, unë tani jam e supozuar që këtë fle gjumë, bëj një 3-4 orë gjumë, në mënyrë që mos t'jem si zombie, por që jam këtu me juve, sepse më ka dalë pak situata jashtë kontrollit për këto Festiv December, sepse kisha planifikuar që videon e fundit ta bëja një kështu question and si thuhet, harrova. Pyetje përgjigje, por duke ditur se nuk kam kohë ta editoj si duhet vlogun, videon e pyetjeve dhe përgjigjeve sepse merr më shumë kohë, vendosa të bëj një video kështu ku do flas tek kjo videoja, sepse do mundom të editoj sa më pak, do më thoj kjo video do mundom të bëj sa më pak editime. Dhe po të bëj një vlog me pyetje përgjigje, një video, do më marr shumë kohë editimi, sepse unë ndonjëherë e dini, ju kam thënë, flas budallalliqe dhe i pres, kështu që këtu do mundom të flas sa më pak budallalliqe, ta kontrolloj sa më shumë veten në mënyrë që të mos të editoj shumë videon, ta lë me pak editim. Atëherë, në këtë video, çfarë do bëjmë? Unë pra nesër nisem për Shqipëri, nesër. As 12 orë, unë nisem do të dal nga shtëpia. Edhe, kemi lënë pa hapur ditët e advent kalendarit. Unë nuk e di, nuk i kam hapur, ju betohem nuk i kam hapur dhe është momenti t'i hapim, se ajo do kishte supozuar të mbaroj me datën 24, por duke qenë se unë nuk kam qenë këtu dhe kur erdha për anglisë direkt shkova në punë dhe nuk kam filmuar, prandaj nuk i kam hapur. Tash t'i hapim sot. Dhe gjithashtu do ju tregoj cilat ishin momentet më të bukura të mia për këtë vit dhe momentet më të vështira gjithashtu dhe cilat janë synimet e mia për vitin e ri që vjen. Por gjëja e parë që do bëjmë është hapim advent kalendarin se s'po mpritet, se ndoshta më ka rënë një gjë e mirë që mund ta marr me veten në Shqipëri, kështu që vazhdojmë me advent kalendarin ton që i kemi lënë të shkretin. Unë se mbaj mend fare te cili numër jemi ndalu, kështu që po e hapi 16-ën, shoh a ka ndonjë gjë këtu brenda. Po, te 16-a, do me thënë, po 15-ën e kemi hap. Po se kisha, te një video kisha harru të hap 16-ën dhe kam hap 17 e 18. Okej, vazhdojmë. Këtu kemi 16-ën. 16-a çfarë kemi te 16-a? 16-a është një tonik, është për lëkurat e thata. Kjo nuk është për mua, nuk më bën, se unë e kam lëkurën mikste, nuk e kam të thatë. Por që do jese një dhuratë. Ky është toniku, do me thënë. Është për lëkurat e thata, më kanë rënë edhe tonike të tjera, nuk është i vetmi që më kanë rënë tek advent kalendari, por janë për fytyra mikste dhe i përdori. Do me thënë më hynë punë.
Tani të shoh 17-ën për kuriozitet. Jo, nuk e di të cili numër, ju them drejtë, nuk e di fare për të ndalu. Hapa këtu numrin 17, edhe është një gjë e voçkël. Shoh se që është. Okej, një krem për syt. Shumë e mirë, unë dua shumë kremat për syt. Kjo është i dyti që mbje. I dyti krem për syt që më ka tek Advent kalendari. E kam edhe një tjetër, por kjo është Youth Activating Light Infusing Eye Cream. Shumë e mirë. Kjo është gjë shumë e mirë. Unë e kam bërë gati atë gjithmonë marrë erë. E kam bërë gati atë çantën e vogël ku kam futur gjithë tualetet, larësit e fytyrës, make-up, skincare etj. Kështu që po e lë këtu në shtëpi, po e marr me vete. 19-a gjithashtu e pas kemi hapur. Shkojmë tek 20-a, që nuk e di ku është. Këtu. Këtu është numri 20. Edhe këtu është një gjë e vogël. Jo, çka e vogël. Nxorra, wow, është goxha e rëndë kjo. Çfarë pakagjingu. Shikoni pak. Është një krem hidratues. Soft cream, thot. Shumë arome mirë. Kjo është një gjë shumë e mirë, edhe është gjam. E dëgjoni, nuk është kallçuk. Pakagjingu shumë i bukur. Tepër i lumtur për këtë. Vazhdojmë me 21-shin. E kemi këtu. Është një tjetër krem trupi. Shikojni pak. Kjo është i dyti krem trupi që më bjen nga Lancome. Ai pari është excelent. Do ta marr në masën e madhe. Kam thënë do ta rithen sepse më pëlqen shumë. Ta marr biles këtë me vete, sa i tjetër po mbaron, kështu që po e marr këtë më mirë. Wow, sa aromë të mirë. Excelent. Është excelent. Nuk e di si është e mundur t'i bëjnë këta krema me këta aromë si parfum. Jam e mahnitur. Kjo është një ndër gjërat më të mira që më ka ra, me gjithë rimelat, me gjithë kremin tjetër dhe kremat e syve, perfekt. Shumë e lumtur. Po bëhet interesant nga fundi ky advent kalendari, ja? Okej. Tu është më duket 22-shi, po. Vjen me këtë kështu. Okej, nga që vjen me këtë kështu besoj se është një parfum, sepse edhe parfumi i parë kur më ra, ishte një mbështjell me këtë qese. Oh, so cute! Është një parfum. Shikojni pak sa i lezetshëm, sa i bukur, sa i vogël. Okej. Është kështu që hapet kështu, unë e tërhoqja si... Pse jam kështu? E tërhoqja me forcë, sepse thash që do jetë kështu pës, po jo, është vetëm kështu për ta vendosur. Nuk e di. Advent kalendari, unë nuk kam pasur më përpara advent kalendar tjetër. Kjo është i pari dhe me të vërtet jam tepër e lumtur me këtë advent kalendar. Më ka bërë të zbuloj gjëra shumë të mira, shumë të bukura që dua me të vërtet që t'i marrë në për masa më të mëdhaja. Është perfekt. Shumë arome mirë. Tani unë në avion aty do mbaj aromë tepër të mirë. Është me 23, është këtu të kjo rafti, po e hapi. Që është kjo? Ua, është një buskuq. Shikoni pak të buskuqin. Shikoni pak se ka këtë këtu. Pakagjingun. Yll fare. Ua. Ky po që është dorat. Edhe shikoni si hapet. E shtyp ti këtu. Edhe del kjo këtu. Ja t'ja të rega dhe një herë. Kështu. I'm impressed. Dhe një gjyre. Edhe kjo për festat. Kjo është më e rëca e kuqe që më ka ra. Kjo është një vishnje e fort. Shikojni pak tonalitetin e këtij buskuqit sa i bukur është.
është e kuqe, do të thënë vishnje nuk është e kuqe, është vishnje e errët, edhe me këtë jam tepër lumtur ta marr edhe këtë me vete në Shqipëri. Se si dihet i bëj buzët e kuqe. Tani le të hapim numri 24, që është këtu, është goxha i madh, normal duhet jetë i madh, se është numri i fundit. Është ky apo? Po. Ky këtu. Se shohë çfarë kemi këtu. Wow! Po ky më ra mua. O jo, nuk më ka ra. Ka shumë kohë që po përdorja një serum që është Youth Activating Concentrate i Lancome's. Ky pra, është ky serumi. Ka shumë kohë që përdorja, shumë kohë. Që nga fillimi muajit dhjetor, sepse kur isha për të ble advent kalendarin më dhënë shumë tester. Edhe një ndër to ishte ky serumi, po në një mazë shumë të vogël, do të thënë mini size. Edhe nga mbajt ajo deri tani e përdorja vetëm në mëngjes serumin. Edhe më pëlqeu shumë, edhe sot, fix sot, unë mbaruaj, thashë ta marrë mos ta marrë Shqipëri, pash që pikat e fundit në zonën fytyrë, dhe thashë s'po e marrë, unë mbaru, do me thënë, edhe ishte ky në mini size, edhe shikoni më ka këtu tek advent kalendari, shumë e lumtur, është shumë i mirë, thashë ka një muaj që po e përdor, po, ai është, po. Edhe e shtypni këtu, në mënyrë që të mbushet kjo pompa e serumit. Më pëlqen shumë e lumtur. Ti advent kalendarit i erdhi fundi. Si që thash, ka qenë një advent kalendar shumë i mirë për mua, ka pëlqyer shumë, sepse me vërtet kam pas gjëra shumë të mira, do të thënë kam zbulu gjëra shumë të mira që do i marr. Edhe vija ku është advent kalendari, e mbylla, edhe fatkeqësisht do shkoj në mbeturina sepse më zëvënd. Si na iku kështu viti, si na iku kështu muaj, si na ikën këto videot e bukura, nuk do kemi më videot e bukura. As nga gocat. Do na mungoj. Sepse edhe unë shikoj video YouTube të gocave, gjitha i shikoj, me radhë, gjitha që kanë bërë vlog mas i kam parë, me aq mundësi se kam pas. Dhe tani s'do kemi më, sepse mbaroi vlog mas, mbaroi dhjetori, mbaroi gjithçka. Por gjithsesi, janari do kemi gjithashtu shumë video të bukura nga unë. Do kemi video nga Shqipëria, nuk do qëndroj shumë, por mendoj të bëj 2 video në Shqipëri, që do marr kohën time për t'i postuar, nuk do i postoj direkt, se jam me 2 mendje a ta marr mos ta marr kompjuterin. S'dua të rin kompjuter, dua ta shijoj me të vërtet momentin me familjen, se më mungojnë shumë, janë larg meje dhe siç kam thënë, është viti i ri i parë që e festojmë bashkë pas 11 vitesh dhe është diçka shumë simbolike për mua që të gjithë bashkë të festojmë edhe të mundohem sa më pak të ri në rrjetet sociale, kështu që nëse videot e janarit do vinë pak më vonesë, shpresoj shumë të më kuptoni dhe por do rikthehem, do jem prapë këtu me juve, nuk do iki as sekondë. Jam shumë e lumtur për gjithë shka, gjithë dashurinë, gjithë mirësinë, gjithë supportin, gjithë fjalët e mira, komplimentet, gjithë shka që ju më keni sjell këto muajt e fundit vitit. Edhe thëmë me vete pse nuk kam hap YouTube më përpara, pse nuk e kam bërë më përpara. Por ja që edhe unë mora guximin edhe duhet t'i them çdo vajze që është këtu që më shikon dhe ka dëshirë të hap kanal YouTube-i, nëse keni me dëshirë, me pasion, edhe me gjithë energjinë pozitive që keni, ju uroj të merrni guximin dhe të hapni kanalin në YouTube, sepse duhet ta provoni. Nëse nuk e provoni, nuk mund ta dini nëse ju pëlqen apo jo, apo nëse është diçka e mirë apo jo. Mos e dëgjoni çfarë thonë njerëzit që thonë, ti po del po bën diçka kush e di se ça, apo çana të budallëliqe që bën. Jo, nëse diçka ty të bën të lumtur, nuk është asnjë pik budallalliku, kështu që go, edhe nëse doni supportin tim, do ta keni gjithmonë, nëse doni ndonjë këshill, apo ndonjë gjë si të editoni, apo çdo lloj gjëje, unë do jam aty për juve, më shkruani në Instagram, po ja le Instagramin tim, mund të më shkruani këtu në komente, mundohem t'ju kthej përgjigje të gjithëve, edhe se tek video e fundit nuk kam pasur mundësi t'ju kthej përgjigje dhe ju kërkoj shumë ndjes, nuk jam kështu, gjithmonë ju kthej përgjigje, qoftë edhe 2-3 ditë më vonë ju kthej.
Por te kjo video kanë qenë ditët shumë shpejt, se e dini, unë erdha nga Anglia, isha në punë non-stop, erdha tani sot ditë e shtunë, gjithë ditën ka iki jashtë. Isha jashtë sepse mora dhuratat për familjen, erdha në shtëpi, bëra dush, rregullova flokët, bëra gati çanta që do marrim me vete, edhe iku dita. Në orën 3:30 do dal nga shtëpia. Dhe më kuptoni, domethënë, besoj. Kështu që jam goxha aktive, gjithashtu edhe në Instagram, mundohem t'ju kthej përgjigje. Ndoshta pak me vonesë, por gjithmonë mundohem t'ju kthej. Kështu që nëse keni ndonjë pyetje për çfarë do lloj gjëje, mund të më shkruani dhe ne mund bisedojmë si shoqe. Unë ju shikoj si shoqëtë mia juve, shoqëtë mia virtuale që nuk ju njoh personalisht nga afër, por që ju njoh nëpërmjet mesazheve dhe ju falenderoj shumë. Të flasim pak për momentet e mia, të filloj me negativet. Momentet e mia më të vështira gjatë vitit 2023 kanë qenë, nuk kam pasur shumë momente të vështira, të them drejtën, dhe faleminderit Zotit që nuk kam kaluar sfida të rënda apo të vështira. Si gjithmonë, një moment i vështirë për të gjithë emigrantët, për gjithë ata që jetojnë larg vendit tyre, e din që është largësia me familjen, fakti që nuk janë gjithmonë me familjen dhe ndonjëherë ndihen bosh, ndihen të vetëm, dhe është goxha sakrificë. Dhe e kemi këtë mërzinë, në çdo lloj momenti, e ndjejmë, e kemi në zemër, themi, po sa do rrojnë prindit tanë, sa kohë do kalojmë me to. Do të thënë, është gjithmonë kjo pyetje që të vjen në kokë, dhe po, kjo ka qenë dhe është gjithmonë një moment i vështirë për mua. Gjithë ne jemi këtu për një jetë më të mirë, dhe shpresojmë që ata të jenë krenare dhe të lumtur me neve. Momenti i dytë, mund të themi një ndër gjërat tjera që ka qenë e vështirë, ka qenë zhgënjimet që kam marrë nga njerëzit e dashur. Jam një njeri që jap shumë në një marrëdhënie, qoftë në një marrëdhënie çift, qoftë në një marrëdhënie shoqëri, në një marrëdhënie me çdo lloj personi, në punë, me një koleg, me çdo njeri që më rrethon, mundohem të jap 100% tim. Dhe ndonjëherë e kam thënë edhe këtu, lë diçka mangu tek vetja për dikë tjetër. Dhe kam marrë zhgënjime, nuk kam marrë njëtën gjë në mbrapsht, ose nuk kam marrë aq sa unë jepja. Por që jeta është shumë e shkurtër dhe nuk duhet të mbajmë as inate, as një gjë në zemër, duhet ta lirojmë zemrën nga gjërat negative dhe thjesht të vazhdojmë jetën. Disa persona do i kemi një jetë, disa persona nuk do i kemi, por gjithsesi jeta vazhdon dhe kjo është, nuk mundesh të duash, nuk mundesh të përputhesh gjithmonë një person, qoftë dikush të lëndon apo të zgënjen, thjesht vazhdo dhe mos mbaj inat me atë person. Domethënë, secili shikon jetën e vet, po ama inatën në zemër nuk është mirë të mbani, sepse është një ndjenjë shumë e keqe dhe duhet ta largoni këtë nga vetja. Dhe këtë i them gjithmonë vetes time. Dora, mos mbaj inate. U ndjeve e zgënjur, u ndjeve e tradhtuar, le të themi, nuk flas në çifte, s'po flas për çift, po mund të kesh tradhti në çdo lloj marrëdhënie, edhe në punë ti ke tradhti nga një koleg. Thjesht vazhdo, secili vazhdon jetën e vet, rrugën e vet, ama mos mbaj asgjë në zemër. Kjo, domethënë, ka qenë gjithashtu një gjë që jam munduar shumë ta përdi gjatë këtij viti. Dhe treta, le të themi, ka qenë vështirësia, lodhja. Jam lodhur shumë, kam punuar shumë këtë vit, por në jetën kohë jam shumë krenare, sepse nuk jetoj dot pa punë. Por ndonjëherë ka pas momente ku jam ndjerë vërtet shumë e lodhur, ku jam ndjerë shumë, kam thënë, pse po i bëj gjithë këtë? Që do marrim me vete kur të ikim, asgjë. Thjesht qetësohu, relaksohu edhe mos u mundo aq shumë, domethënë. Mundohu, se gjithmonë mundohemi për një jetë më të mirë, por kur e shikon që trupi yt po të lëshon dhe ndihesh i lodhur, duhet bërë stop edhe të marrësh kohën e dur në mënyrë që të ringrihesh edhe të kesh sa më shumë energji edhe atë punën që ti po e bën ta bësh me shumë dëshirë dhe jo të bëhet diçka e bezdisshme, domethënë. Këto kanë qenë paka shumë momentet e mia të vështira, pastaj çdo njeri ka momente të vështira, të gjitha traumat që çdo njeri kalon në të kaluarën kanë një impakt në të ardhmen. Për këtë jam e sigurt edhe besoj se çdo njeri që ka pasur disa momente të vështira gjatë fëmijërisë, shikon në vazhdim të jetës kur rritet disa gjëra që nuk shkojnë dhe disa gjëra që duhet t'i rregulloj tek vetja. Kjo pra, dhe
dua me të vërtet këtë vit që vjen të punoj shumë me veten time, të dëgjoj veten time, të meditoj, të bëj yoga, të shkruaj, të lexoj, të jem me të vërtet në lidhje me mua, me veten time, me dorën. Duhet ta dini që personi më i rëndësishëm që keni në jetë është vetja juaj. Në qoftë se ju nuk e doni veten tuaj, mos prisni që dikush tjetër t'ju doj. Jepni vetes tuaj 100% të dashurisë që keni. Jeni ju. Faljush, gjithçka është e bukur rreth e rrotull. Kështu. Dhe përsa i përket momenteve të bukura, kam pasur goxha momente të bukura për këtë vit dhe ka qenë një vit shumë i bukur. Një ndër to është propozimi që kam marrë nga Geri në muajin prill kur ishim në pushime në Turqi. Ka qenë një moment shumë i bukur, shumë emocionues. Nuk e di e dini, por unë jam njëri shumë prekem, shumë dhe emocional. Edhe çdo moment kur e kujtoj atë moment, emocionohem edhe them me vete sa e bukur është dashuria. Nuk e keni parë sepse nuk kam bërë atëherë video në YouTube, po ka qenë një propozim i thjesht, kështu siç jam unë jam njëri i thjesht, nuk dua gjëra të mëdha, gjëra luksoze, çdo njeri ka dëshirat e veta, unë nuk jam kështu, këto gjëra më pengojnë dhe gjithmonë i thoya Geri që unë dua diçka shumë të thjeshtë. Mund të jesë edhe në shtëpi, domethënë mund të jesë gjithkund, në moment që ajo vjen nga zemra dhe ti thua ato fjalët e bukura që të prekin, të emocionojnë. Edhe kështu, ka ndodhur në Turqi, në plazh, në det, domethënë, në plazh, nuk po bënim plazh sepse ishte muaj prill dhe bënte ftohtë, por ka qenë në det kur po ecnim dhe mbaj mend isha veshur shumë sportive me pantallona të shkurta, krah të shkurtë, një G-box sipër, edhe po ecnim buz detit. Edhe ndodhi. Kjo ka qenë një ndër më të bukurit. Pastaj i dyti gjithashtu ka qenë Geri kur ka ardhur në Shqipëri, në Kukës, në vendin ku kam kaluar vitet më të bukura të jetës time, ku i kam treguar shkollën, shtëpinë, ka takuar familjarët e mi, vendi ku kam luajtur me shoqet, ku kam qenë e vogël, gjitha momentet e bukura që kam kaluar, kam dërguar gjithashtu edhe te tokat e babit. Gjithandaj, kjo ka qenë pjesa më e bukur. Edhe fakti që ka qenë Shqipëri dhe kemi vizituar Shqipërinë, po më e rëndësishme ishte kur Geri erdhi në Kukës dhe kam memorje shumë bukura, kujtime tepër të bukura që s'do jarroj kur. Jam shumë e lumtur dhe mezi pres të shkojmë përsëri. Kësaj here Geri nuk vjen me mua sepse jam me motrën, edhe fakti që ka punë me datë 2 është e pamundur për atë të vi, por që të vi përsëri, kjo është e sigurt. Dhe momenti i tretë, le të themi, ka qenë YouTube-i. Patjetër që ka qenë YouTube-i, keni qenë juve, ka qenë gjithë këto emocione që kam marrë faljush. Kam marrë edhe më komente negative, edhe ato, do thënë, ndonjëherë nuk është si kam pritur mirë, në fillim sidomos, pastaj u mësova dhe thash, Dora vazhdo, ti ke një qëllim, kështu që asnjëri nuk mund ta prish ty atë energjinë e mirë. Ke 99% ose 90% të njerëzve që janë të mirë dhe ta duajnë të mirën dhe të thojnë fjalë të bukura, ato 10% nuk janë asgjë, kështu që vazhdo. Dhe fal YouTube-it kam njohur më mirë veten. Kam njohur njerëz kaq të mirë si juve, unë ka goca që me cilat flas me ton Instagram si shoqet. Dua me vërtet përfitoj nga rasti, të falenderoj gjithashtu, sepse duhet t'i falenderoj dhe ju duhem të falenderoj të gjithë gocave që kanë bëjnë video YouTube, që më kanë mbështetur, kanë bërë share faqes timet YouTube-it, Instagramit, më kanë mbështetur me të vërtet shumë, sepse kur fillon YouTube-in ke shumë nevojë të kesh atë ndihmën e parë, atë që njerëzit të shohin që ti ekziston. Pastaj njerëzve ose ju pëlqen ose nuk ju pëlqen, atyre që ju pëlqen vinë përsëri shikojnë videot e tua, atyre që nuk ju pëlqen nuk i shikojnë videot e tua, pra është shumë e rëndësishme që në fillim ti të njihesh, domethënë të shohin njerëzit që ti ekziston dhe që je re, edhe që të shohin se çfarë krijon, çfarë bën ti, a ju pëlqen, as ju pëlqen. Kështu që vajza, shumë faleminderit nga zemra për çdo gjë, për çdo suport, për çdo gjë. Jeni faljush, unë mund të krijoj një komunitet kaq të vogël këtu në YouTube, por shumë të bukur që më jep kënaqësi dhe gëzim çdo ditë. Kështu këto ishin pak a shumë momentet e bukura, ka pasur plot momente të bukura, çdo moment me Gerin, me familjen, me shoqërinë e afërt, me njerëzit që më rrethojnë,
puna që unë bëj, aq shumë sa kam mësuar këtë vit në punë, jam rritur shumë profesionalisht, nuk do imagjinoja kur, kam mësuar shumë gjëra, jam shumë e lumtur për këtë gjë dhe gjithçka tjetër, mbi gjitha jam e lumtur për shëndetin, për çdo gjë që më rrethon, jam me të vërtetë tepër mirënjohëse, sepse kur e mendon ka njerëz që këto i kanë ëndër dhe unë i kam dhe duhet jem mirënjohëse. Çfarë dua unë për 2024-ën? Dua që të rritem akoma profesionalisht, të mësoj sa më shumë gjëra të reja, të punoj me veten, siç ju thash. Një ndër qëllimet e mia më të mëdhaja dhe që dua absolutisht të realizoj është të marr patentën përfundimtare, sepse unë nuk e kam akoma përfundimtaren, kam vetëm provizuaren, që është ajo e përkohshmja. Dua ta marr atë lloj patente edhe të mirëpafshim, të blej një makinë edhe të jem e pavarur, jo se e bezdis Gerin, po unë vetë bezdisem vetë kur i kërkoj Gerit për shembull, a mund vish më marrësh, a mund vish më dërgosh, edhe pse Geri nuk e bezdis fare, por mua më bezdis. Dhe dua që të kem makinën time, të kem patentën time edhe të shkoj ku dua unë. Se edhe me transportet, ndonjëherë Geri nuk është i lirë, është në punë, edhe duhet marr transportet, nuk mundem më me transportet, më vjen shumë keq transportet këtu ku unë jetoj, janë bërë katastrofe gjallë. Kështu që patenta është një ndër qëllimet e mia më të mëdha. Duam gjithashtu me Gerin të bëjmë një udhëtim të madh këtë vit, shumë të madh, të ikim larg në një kontinent, më murgoja, me një kontinent tjetër, të qëndrojmë diku 10 ditë ose 2 javë, nuk e di akoma, po do filloj ta planifikoj këtë me të vërtetë në janar, t'ja nisi që tani në janar, edhe të kemi gjithçka të finalizuar dhe duam vërtet të shkojmë diku larg, të bëjmë një udhëtim të madh. Gjithashtu për vitin 2024, gjithashtu duhet të jem e shëndetshme, të shkoj në sport, të ha shëndetshëm. Është domethënë të kem një ritëm jete të shëndetshëm, të flej gjuhë mirë, të flej herët, të zgjohem herët, e gjitha me radhë domethënë. Dhe tjetra duhet që të kaloj sa më shumë kohë me Gerin, se kohët e fundit sikur nuk kemi kaluar shumë kohë bashk, sepse kemi qenë të dy të zënë me punë, edhe kur jemi të lirë jemi të lodhur, po dua që më shumë dalim sa më shumë jashtë, bëjmë sa më shumë aktivitete bashkë jashtë. Më përpara kur nuk jetonim bashkë, dinim më shumë. Tani që jetojmë bashkë, sikur nuk dalim shumë dhe dua që këtë vit të dalim sa më shumë jashtë, bëjmë sa më shumë aktivitete bashkë. Kjo pra është e gjitha, edhe këtu është fundi videos. Unë dua t'ju uroj nga zemra të gjithë juve një vit sa më të mbar, të keni të vit të mbushur me plot gëzime, lumturi, shëndet, të jeni afër njerëzve që doni, t'ja kaloni sa më bukur, të festoni gjithmonë, të keni zemrat e mbushura plot me dashuri dhe nuk di çfarë t'ju them tjetër, thjesht një faleminderit e pafund dhe shpresoj që ashtu siç i keni zemrat tuaja, t'ja bëj Zoti jetën tuaj. Ju dua shumë, ju uroj një vit të mbar, gëzuar vitin e ri 2024 dhe bashkë të shihemi në janar. Ju dua shumë, mirupafshim.